Ndërkohë, Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti e po ashtu inovacion i Kuvendit të Kosovës do të mbajnë mbledhjen e radhës ku në fokus do të jetë raportimi i Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë. Në njoftim thuhet se Bordi i Rregullatorit të Energjisë do të raportojë lidhur me vendimin për tarifat e energjisë elektrike, bilancin 2026, shitblerjen e energjisë elektrike dhe çështje të tjera. Ndërsa nga ora 10 do të ketë mbledhje edhe Komisioni për të drejtat e njerëzit, barazi gjinore, punë, familje, vlerat e luftës çlimtare dhe peticione. Aty do të shërtohet kërkesa e opozitarëve për të diskutuar në lidhje me ekspozitën e shfaqur në Prishtinë që ka të bëjë me trajtimin e ngjarjeve të luftës. Policia e Kosovës ka njoftuar se është bërë ekstradimi i shtetasit kosovar nga Franca për në Kosovë. I dyshuari sipas policisë ishte arrestuar nga autoritetet zvicrane pasi që i